تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor, Kitabul Iman, libri I besimit, nga Sahih Muslim, me shpjegim të djetarit madh Sheikh Rabia rahimahullah, dhe jemi te kapitulli Babu Sidqil Imani wa Ikhlasihi. Do thon kapitulli rreth sinqeritetin e imanit dhe përkushtimi I tij. Kapitulli do të thon rreth sinqeritetin e imanit dhe përkushtimi e tij. Në këtë kapitull, Imam Muslim rahimahullah ka sjell një hadith që e transmeton, thot Imam Muslimi rahimahullah, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووقيع عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Këtë hadith madhështor që e transmeton sahabiu I nderuar Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, tregon se kur është zbritur ajeti, fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, ata që kanë besuar dhe nuk e kanë përzir ose nuk e kanë ndotur imanin e tyre me padrejtësi. Kur ka zbritur, kur është shpallur ky hadith, do më thonë u ka ardhur rand sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe I kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se o I dërguari I Allahut, kush është ai për neve që nuk I bën vetës padrejtësi? Do thonë kush është ai I cili mundet të shmanget në tërësi padrejtësisë? Do thonë është çështje e vështirë, e rand. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk është çështja siç e mendoni, por çështja është për qëllim këtu me zullum, me padrejtësi në këtë ajet, është sikurse fjala e Luqmanit që ka thënë birit vet, o biri jem, mos I bëj Allahu subhanahu wa taala shirk, se me të vërtet shirku është padrejtësia e madhe ose padrejtësia më e madhe. Do më thonë, është për qëllim këtu me zullum të ky ajeti, është për qëllim do më thonë në padrejtësia e shirkut. Padrejtësia do më thonë në e shirkut që e bën do më thonë në njeriu. Thot Sheikh Rabia rahimahullah në vazhdim duke shpjegu, thot se ky hadithi, vetë sinxhirin këtë hadith I ka dy perla. E para është, si ka thënë El-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, të gjithë transmetuesit e këtij hadithit janë prej banorëve të Kufës. Do thonë të gjithë. Prandaj lexova unë edhe sinxhirin e hadithit, se të gjitha janë domethënë prej banorëve të Kufës. Edhe kjo është domethënë një perl që nuk është e zakonshme, se ndodh për shembull njëri është prej Mekës, tjetri prej Medine, I katërti prej Irakut, I pesti prej Egjiptit, ama të jenë të gjithë nga Kufa, është domethënë një gjë domethënë që
e vlerësojnë dietarët e hadithit. Po ashtu perla e dytë thot Sheikh Rabia rahimahullah, si ka thënë El-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, se këtu janë 3 prej tabiinëve, në këtë sinxhir janë 3 nga tabiinët që transmetojnë nga njëri prej tjetrit. Ato janë A'mash prej Ibrahimit, prej Alqama. Do thonë të 3 janë në të njëjtën gjenerat, edhe e kanë transmetuar këtë hadith nga njëri tjetri, deri nga Alqama, deri te Abdullah ibn Mas'udit, radiallahu anhu. Pastaj thot Sheikh Rabia rahimahullah në vazhdim, sa i përket tekstit të hadithit, se do më thonë, sahabët ridwanullahi alehim, pasi e dëgjuan këtë ajet, erdhën të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe ja shtregun, do më thonë, situatën e tyre, dhe frikën e tyre që e kishin, do më thonë. Sepse çështja është se ata kuptuan nga ky ajeti padrejtësia në mënyrë të përgjithshme. Padrejtësia, do më thonë. Qofshin ato mëkate të vogla, ose të mëdha, ose mëkati më i madh që është shirku dhe kufri, do më thonë, ata kuptuan në mënyrë të përgjithshme, dhe prandaj u friksuan nga sinqeritetin e imanit që e kishin, dhe për kushtimin e tyre që e kishin do më thonë këtë frikën, sepse ajeti vazhdon, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaike lahumul amnu wa hum muhtadun. Do më thonë, ata që kanë besuar dhe nuk e kanë përzier imanin e tyre me padrejtësi, atyre u takon siguri dhe udhëzimi. Do thonë ata kishin frikën që mos e humbin sigurin edhe udhëzimin. Se thot shefu, do më thonë se zullumi është përfshihet këtu, do më thonë zullumi që është padrejtësia në kuptimin në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, kur njeriu i bën shirk. Pastaj kategoria e dytë e zullumit është që njeriu ja bën vetes së tij. Do thonë është i padrejt ndaj vetes së tij. Dhe lloji i tretë ose kategoria e tretë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, është padrejtësia ndaj të tjerëve. Padrejtësia ndaj të tjerëve. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shpjegoi dhe u bëri të qartë se këtu në këtë ajet me padrejtësi është për qëllim shirku. E jo ato padrejtësi të tjera. E jo ato, domethënë, padrejtësi të tjera, edhe prandaj dhe u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysa huwa kama tadhunnun. Domethënë nuk është çështja siç e keni menduar, por është domethënë u shpjegoi, edhe kjo është një mënyrë e shpjegimit të Kur'anit, të bërjes së tefsirit të Kur'anit, Kur'an me Kur'an. Domethënë për me u sqaruar pejgamberi alayhi salatu wasalam kët ajet që domethënë u erdhi rand sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u shpjegoi domethënë me një ajet tjetër. U shpjegoi domethënë me një ajet tjetër. Dhe se nuk është për qëllim çështja domethënë në ato mëkate tjera që janë në poshtë, domethënë ose nër çështjes së shirkut, sepse ato mëkate tjera është çështja domethënë që njeriu ose vepruesi i tyre ose pendohet dhe çështja e tij domethënë elhamdulillah, nëse nuk pendohet, domethënë njeriu vdes duke bërë mëkate të mëdha, po përveç shirkut domethënë, mëkate tjera si domethënë vjedhja, zinaja, punuarit me kamate kështu me radhë, ose mëkate tjera të vogla, nëse njeriu vdes në një gjendje të tillë, thotë Sheikh Rabia rahimullah, është nën dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse do, Allahu subhanahu wa taala ia fal ato mëkate, e nëse do Allahu taala e dënon sipas mëkateve që ka pas robi në zjarrin e xhehenemit, por pastaj del nga zjarri për shkak të tauhidin dhe imanin që ka pas. Pra këtu domethënë ajeti, duke e pa domethënë ajetin, është ajet domethënë i përgjithshëm duket. Por është forma e përgjithshme që është e sinuar në domethënë në një specifikim. Domethënë shprehja në këtë ajet është domethënë në formë të përgjithshme, që njeriu mund të mendu të gjitha llojet të padrejtësisë janë të përfshira këtu.
Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka shpjeguar sahabëve ridwanullahi alaihim se kjo domethënë formë e përgjithshme është e specifikuar, është e sinuar domethënë një lloj të veçantë të padrejtisë, e cila është domethënë shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim, thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimahullah, kur njeriu domethënë adhuron dikën tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, i ka bërë vetës së tij po ashtu padrejtësi, edhe vetës së tij. Po ashtu edhe ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse kjo është vendosja e asaj, këtu domethënë e adhurimit, aty ku nuk domethënë i takon tjetrit, domethënë nuk i takon krijesës, por adhurimi është e drejtë e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu taala e ka obliguar domethënë robën e vet, robërit të tij, ta veçojnë me adhurim. E nëse dikush domethënë ja përkushton dikujt tjetrit përveç Allahut subhanahu wa taala, atëherë domethënë ai i ka bërë padrejtësi edhe Allahu subhanahu wa taala, po ashtu edhe ndaj vetës së tij, dhe thot Allahu taala: "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun." Ata domethënë me këtë gjë s'na kanë bërë neve padrejtësi, s'na kanë bërë neve dëm, por dëmi domethënë dhe padrejtësinë ja ka bërë vetës së tyre. Edhe thot shehu, Sheikh Rabia rahimahullah, lutim Allahun subhanahu wa taala me na ruaj dhe me na mbrojt nga çdo lloj padrejtësie. Të gjitha ato tre llojet e padrejtësisë, a është lloji i parë, domethënë padrejtësi ndaj Allahut subhanahu wa taala, ose padrejtësi ndaj vetës së tij, ose padrejtësi ndaj të tjerëve, thotë shehu lutim Allahun taala me na mbrojt domethënë nga zullumi. Këtu Imam Uthaymini rahimahullah, po ashtu në shpjegimin e këtij të kapitullit, thotë po ta shohim ajetin domethënë, lem yelbisu imanahum bi dhulm. Nuk e kanë përzier, nuk e kanë ndotur besimin e tyre me zullum. Ajo që duket domethënë është se janë të përfshirë domethënë të gjitha llojet e mëkateve, qofshin ato të mëdha ose të vogla. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është më i dituri ose prej njerëzve për fjalët e Allahut subhanahu wa taala, u ka shpjeguar domethënë sahabëve ridwanullahi alaihim se këtu është domethënë synimi shirku, e jo ato domethënë llojet e tjera të padrejtësisë. Pastaj thot Sheikh Uthaymini rahimahullah se këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka shpjeguar domethënë ajetin me një ajet tjetër. Domethënë nuk është mjaftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm duke u thonë sahabëve ridwanullahi alaihim është për qëllim këtu me këtë fjalë zullum shirku, por u ka sjell domethënë një ajet nga libri i Allahut subhanahu wa taala, ku ka bërë të qartë domethënë në kuptimin e zullumit në këtë ajet. Edhe kjo thot Sheikh Uthaymini rahimahullah, përfitimi për kësaj pjese është se edhe nëse njeriu ka domethënë besueshmëri tek njerëzit, i besojnë ata, kanë fitu domethënë besueshmëri tek ai, prap domethënë ajo që duhet dhe e mira dhe e udhës dhe e rrugës është që ai kur përmend diçka me sjell edhe burimin nga ku e ka. Se kjo është thotë Sheikh Uthaymini rahimahullah për dëgjuesin më qetësuese. Domethënë më shumë e qetëson kur ai domethënë dëgjuesi e dëgjon domethënë argumentin duke ja përforcuar domethënë me një ajet, me një hadith, sesa domethënë më thon kjo bën ose kjo s'bën. Është domethënë më afër të që njeriu domethënë, sidomos thotë Sheikh Uthaymini rahimahullah, në raste kur ai i cili të dëgjon habitet dhe shfaq një farë lloj pasigurie. Se ka mundësi që do shta ai për herë parë dëgjon, do shta ka mësu domethënë diçka tjetër, ndryshe e ka mësu, ndryshe ka kuptu, e tash ja sjell ti, atëherë kur është ai domethënë atë habitet dhe ka një farë lloj pasigurie, atëherë edhe më shumë është e kërkuar domethënë që njeriu me sjell domethënë argumentin që kjo domethënë me e qetësu domethënë tjetrin. Pastaj kapitulli i radhës është kapitulli
babu bejani ennehu subhanahu wa ta'ala la yukellifu illa ma yutaq. Kapitulli rreth shpjegimit se Allahu nuk ngarkon askënd me më shumë se çka mund të përballojë njeriu. Do thonë nuk ngarkohet njeriu nga Allahu subhanahu wa taala jashtë mundësive të tij, jashtë mundësive domethënë të tij. Këtu këtë hadith e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thot lemma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Transmeton dhe tregon sahabiu i nderuar Abu Huraira radiallahu anhu se kur ju është zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajeti që u përmend këtu, Allahu t'i takon ajo që është në qiell dhe në tokë, ajo edhe nëse e shfaqni diçka, nëse e tregoni ose e fshehni, Allahu domethënë do t'ju marr juve për atë në llogari. Dhe ja fal kujt të dojt Allahu Teala dhe e dënon këtë don Allahu Teala dhe Allahu është i plotfuqishëm. Kur e dëgjuan sahabët ridwanullahi alejhim këtë ajet, prap thot këtu Ebu Hurajra radiallahu anhu, domethënë u erdh rënd sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shkun të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: o i dërguari Allahut, kulifna min al-a'mali ma nutiq. Domethënë jena detyru ose na janë përcaktuar vepra që mundemi ti përballojmë. Si për shembull es-sala was-siyami wal-jihadi was-sadaqa, do thonë namazi, agjerimi, xhihadi, lëmosha. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. Dhe të është shpallur ty ky ajet e ne do më thonë në së ne përballojmë dot. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: aturiduna an taqulu kama qala ahlu al-kitabayn min qablikum sami'na wa 'asayna. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a duani të theni njësoj ose ashtu siç kanë thënë njerëzit e librit para jush, dëgjuam dhe kundërshtuam. A doni këtë me thënë? Por duhet të theni bel qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilayka al-masir. Po thuani ne dëgjuam dhe u bindëm dhe i lutemi Allahu subhanahu wa taala për më na fal dhe tek ai është kthimi ynë. Atëherë thotë Ebu Hurajra radiallahu anhu, menjëherë sahabët ridwanullahi alehim vepruan sipas këshillës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhduan domethënë ta përsërisin këtë që u mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pas kësaj Allahu Teala domethënë na zbriti një ajet tjetër që ishte domethënë lehtësim për ata. Zbriti një ajet tjetër domethënë që ishte lehtësim për ata, edhe ku është dhe përmbajnë ata lëvdat për sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lëvdat domethënë për imanin e tyre dhe lëvdat domethënë për bindjen e tyre ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe po ashtu edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku thot Allahu Teala: amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Do thon pejgamberi i ka besuar asaj që i ka zbritur atij nga Zoti i tij dhe po ashtu i besojnë edhe besimtarët. Dhe kush janë besimtarë kur ka zbritur ky ajet? Padyshim domethënë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këtu domethënë Allahu Teala i ka përshkruar si besimtar. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Domethënë të gjithë i kanë besuar Allahu subhanahu wa taala, me laçeve, librave, të dërguarve dhe nuk bëjmë asnjë dallim në mesin e të dërguarve. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dhe ata kanë thonë se dëgjuam dhe u bindëm. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Domethënë e lutin Allahun Taala për t'u afal mëkat se kthimi është tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj domethënë Allahu Taala e ka abrogu këtë çështjen e ajetit që është domethënë ku Allahu Taala thot
edhe nëse ju e shfaqni atë që e keni në brendësinë tuaj, ose nuk e shfaqni, do merreni domethënë në llogari. Do merreni në llogari edhe për çështje domethënë që e keni në brendësi tuaj, që dosha donjëherë kalojnë domethënë në përmendjen e njeriu. Atëherë Allahu Taala domethënë e abrogoi këtë ajet me ajete tjera domethënë që ku thot Allahu subhanahu wa taala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Edhe këtu qal na'am, ose te transmetimi Abdullah ibn Abbasit është qad fa'altu. Pasaj vazhdon ajetin, thonë Rabbena wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Qal na'am. Te transmetimi Abdullah ibn Abbasit qad fa'altu. Edhe Rabbena wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Domethënë Allahu nuk e obligon asnjë njeri për te mundësive së tij. Edhe kjo është ajo domethënë tema e kapitullit, që Allahu Teala nuk e ngarkon njeriu për te mundësive së tij. Dhe atij njeriu i takon ajo që ai ka punu, ka fitu, dhe i bie atij domethënë përgjegjësia për të keqen që ai e ka merituar dhe ka vepruar. Zoti ynë mos na dëno domethënë nëse harrojmë ose gabojmë në mënyrë pa qëllim. Zoti ynë domethënë mos na ngarkon neve me barë të rënd, siç e i ke ngarkuar ata që ishin para nesh. Zoti ynë mos na ngarkon me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi. Na i shli mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro, ti e mbështesi ynë, na ndihmo kundër popullit pa besimtar. Me këtë, domethënë është abrogu, siç e thot Sheikh Rabia rahimahullah këtu, është abroguar ajeti që ka qenë domethënë çështje të vështirë për sahabët ridwanullahi alehim, domethënë çështja është rëndu domethënë kanë gjetur domethënë të rënduar domethënë nga situata që do merren edhe në përgjithësi domethënë për çështje domethënë që janë edhe që i kalon njeriu në zemrën e tij pa me i fol dhe pa me i shqiptu. Thot Sheikh Rabia rahimahullah, se kjo tregon domethënë që sahabët ridwanullahi alehim këtu kanë ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ja kanë treguar situatën e tyre. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka këshilluar. Pastaj Allahu Teala ka zbrit këto ajete që përmbajnë domethënë lëvdat, dhe po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam dëshmon për ata, për imanin e tyre dhe për bindjen e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe po ashtu edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto çështje domethënë të katër çështje që janë përmend domethënë besimin Allahun subhanahu wa taala, me laçen, libra dhe në të dërguarit Allahut subhanahu wa taala, janë prej shtyllave të imanit. Edhe çështja e besimit në ditën e fundit dhe besimi në el qadr, janë 6 shtylla të imanit, që thot Sheikh Rabia rahimahullah, mbi këto 6 shtylla domethënë ngritet besimi në imanin Allahu subhanahu wa taala. Nëse një mungon domethënë bie domethënë në ajo ndërtesa. Edhe këto ajete tregojnë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, se Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij dhe me mëshirën e tij domethënë nuk i ka ngarkuar pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose këtë ummetin e fundit me ato çështje domethënë që janë përtej mundësive së tyre. Dhe kjo tregon po ashtu lehtësinë e këtij shariatit. Shariati i fundit Allahu subhanahu wa taala për në tokë. Domethënë lehtësinë dhe po ashtu edhe drejtësinë. Edhe domethënë në drejtësinë. Edhe padyshim domethënë se kjo përmban edhe tregon madhështinë domethënë e këtij shariatit që i urdhëron Allahu subhanahu wa taala domethënë robërit e tij për çështje ose u ka lejuar çështje të mira, çështje që janë halal dhe çështje që janë të mira, e ato çështje që janë min at-tayyibat, për çështjeve të mira,
ato u sjellin do bëjnë të mirë dhe dobi njerëzve. E ato që i kanë ndaluar të këqijat Allahu subhanahu wa taala, ata njëkohësisht jo vetëm kanë të ndaluara, por u bëjnë dëm njerëzve, janë të dëmshme për njerëzit. Domethënë ato të mira që Allahu Teala i ka leju janë të dobishme për krijesat dhe ato ndalesat janë të dëmshme. A e kuptojmë ndonjëherë urtësinë ose dëmin në mënyrë drejt për drejt ose nuk e kuptojmë më, por ndoshta me kalimin e kohës domethënë shfaqet se disa dëme domethënë ndoshta njeriu nuk i vren në momentin e parë. Por me kalimin e kohës domethënë e kupton se sa e dëmshme ka qenë ai mekat domethënë ose ai kundërshtim ndaj shariatit Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo thot shehu këtu Sheikh Rabia rahimahullah se çështja domethënë ajo që i kalon njeriu në përmendjen e tij. Ajo që i kalon njeriu në përmendjen e tij. Nëse janë çështje që i kalojnë domethënë dhe ai urren ata mëkatet, po nuk zën vend ata. Dhe ai nuk e merr vendosmërinë që me bë ndonjë mëkat. Atëherë nuk merret në llogari njeriu. Por nëse thotë shehu në vazhdim, nëse njeriu në zemrën e tij e bën atë vendosmërinë, domethënë sinon me bë mëkatin, por nuk e ka penguar për vetëm se pa aftësia e tij. Jo frika nga Allahu, po s'ka pas mundësi do shta me shku. Ka dash me shku për shembull në Tiranë, me bë domethënë ku diçka, po s'ka gjet makinë me shku, edhe është ndalë të shtëpia. Këtu për këtë synim dhe për këtë vendosmëri që ka pas, thotë shehu merret njeriu në llogari, edhe pse nuk i ka bërë mëkatin ai. Edhe pse nuk ka shku deri te filan vendi domethënë që me vazhdu dhe me bë mëkat. Sepse këtu nuk e ka penguar atë frika nga Allahu subhanahu wa taala, po e ka penguar domethënë pamundësia që me bë atë mëkat. Edhe përmend këtu shehu Sheikh Rabia rahimullah, kjo do vinë tash edhe në vazhdim. E përmend shehu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur dy musliman domethënë luftojnë kundër njërin tjetrin dhe synojnë të dytë domethënë t'ia derdhin gjakun të tjetrit, atëherë ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, edhe domethënë edhe el qatil, vrasësi, po edhe i vrarë janë në zjarr. Atëherë sahabët ridwanullahi alehim i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë, për vrasësin e kuptojmë, se ai domethënë ka bërë krim, e ka vrarë tjetrin. Po si është puna domethënë e atij që është vrarë? Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, po ashtu edhe ai ishte i bënte përpjekjet në maksimum që me e vrarë domethënë tjetrin. Edhe në bazë të asaj domethënë që ai ka sinu në zemrën e tij, prandaj domethënë merret në llogari. Dhe ka disa çështje që janë në çështjen që ndërlidhen me çështjen e zemrës vetëm, prandaj edhe janë ndaluar ato, siç është puna mendimi i keq, po ashtu xhelozia, po ashtu mendjemafsia, të gjitha janë thotë Sheikh Rabia rahimullah, janë prej çështjeve të zemrës, që njeriu domethënë aty e bën atë vendosmërinë, prandaj domethënë duhet domethënë ti luftojnë këto dhe ti largojnë. Pastaj thot në këtë kapitull Sheikh Uthemini rahimahullah se kur e dëgjuan sahabët ridwanullahi alehim këtë ajeti domethënë qoftë ju e tregoni, e shfaqni atë që e keni në brendësinë tuaj ose nuk e shfaqni, Allahu do t'ju marrë juve në llogari. Kjo domethënë i kapi frika. I kapi frika sahabët ridwanullahi alehim që do merren domethënë në përgjithësi edhe për ato çështje që i kalojnë njeriu domethënë që i kalon në përmendjen e tij, pa me pas vendosmëri e pa me pas domethënë mendu domethënë me i vepru. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshillu, i ka udhëzu domethënë që më thon domethënë dëgjuam dhe u bindëm. Dëgjuam dhe u bindëm domethënë dhe kur është forcu domethënë çështja e këtij ajetit dhe janë nënshtruar plotësisht edhe ndaj këtij ajetit, atëherë Allahu subhanahu wa taala ka abrogu dhe u ka sjell domethënë në lehtësim. U ka sjell domethënë në lehtësim.
Pastaj kapitulli I radhës është Babu tajawuzillahi an hadithi an-nafsi wal khawatir bil qalbi idha lam tastaqir. Kapitulli rreth atë se Allahu fal mendimet dhe idetë që kalojnë në zemër nëse ato nuk zënë vend. Do thonë, Allahu I fal ato mendimet dhe idetë që I kalojnë njeriu nëpër zemrën e tij, po nëse ato nuk zënë vend. Dhe këtu e ka përmend Imam Muslimi rahimahullah fillimisht hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, ku ka thënë se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë inna Allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Domethënë Allahu ja ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allahu ja ka fal ummetit tem atë domethënë që janë domethënë mendime dhe ide që kalojnë domethënë në zemra, në shpirtrat e tyre, përderisa ata për ato mendime dhe ide nuk flasin me dikën ose nuk punojnë sipas tyre. Nëse nuk flasin ose nuk punojnë domethënë, atëherë ajo që u kalon si mendim, si ide domethënë në përmendjet e tyre, domethënë Allahu Teala ua ka fal. Edhe prap Imam Muslimi rahimahullah ka sjellë edhe një hadith tjetër që kuptimi është domethënë I përafërt, po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që thotë domethënë inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallama bih. Domethënë kuptimi është domethënë I njëjtë. Këtu thotë Sheikh Rabia rahimahullah në shpjegimin e këtij kapitullit se kuptimi është domethënë që Allahu Teala nuk e merr në llogari robën e tij për ato domethënë mendime dhe ide që I kalojnë domethënë në përmendjen e tij, po pa me zë vend. Pa zën vend domethënë. E ajo me zën vend domethënë është që ose njeriu pastaj nëse zën vend ata, ose ka me fol rreth atyre mendimeve dhe ideve që I kalojnë në përmendjen e tij, ose ka me punu sipas tyre, ose ka me punu. E këtu, thot shehu, e kemi situatën e parë që nëse njeriu domethënë ka vendosur, I kalon një ide, një mendim në përmendjen e tij, dhe pastaj bëhet zën vend ky mendim, që ai e bën domethënë edhe vendosmërinë, vendos domethënë që me vepru. Por nuk e ka penguar për vetëm se pamundësia. Ta bëjnë me bërë domethënë atë vepër, atë mëkat. Këtu domethënë për atë vendosmërinë që e ka pas, merret në llogari, sipas domethënë në edhe teksteve të tjera domethënë të Kuranit dhe të Sunnetit. Po nëse janë thot Sheikh Rabia rahimahullah, janë çështje domethënë që I kalojnë njeriu në përmendjen e tij, pa të zënë vend, dhe ai nuk flet, e as nuk punon sipas tyre, për këto domethënë edhe bile mundohet domethënë me I largu, për këto çështje domethënë ai nuk merret në llogari, në llogari. Imam Uthaymini rahimahullah thot se kjo është nga mirësia e Allahu subhanahu wa taala, që njeriu domethënë mos merret në llogari për ato çështje që I kalojnë në përmendjen e tij. Kjo është nga mirësia dhe mëshira e Allahu subhanahu wa taala. Por thot Sheikh Uthaymini rahimullah, këto çështje që janë domethënë çështje që I kalojnë njeriu në përmendjen e tij ose si ide, lidhen me veprat e njeriut, veprat e jashtme të dukshme dhe fjalët e tij. Do thonë nëse lidhet çështja këtu me mendime rreth veprave të vepruarit nga një njeriut ose në lidhje me fjalët e tij, kjo është një domethënë. Po nëse është çështja thotë Sheikh Uthaymini rahimullah, nëse janë mendime që e prekin aqidën, që e prekin besimin domethënë. Që e prekin domethënë besimin, domethënë nuk flitet këtu për fjalë ose vepra domethënë të dukshme, por e prekin çështjen e besimit, çështjen e zemrës. Si duhet domethënë këtu në këtë situatë me vepru njeriu? Sepse thot Sheikh Uthaymini rahimullah, shejtani domethënë do me depërtu te robi, edhe
me ja prish besimin në zemrën e tij, me ja prish imanin, me I fut në imanin e tij dyshime. Atëherë, ilaçi, zgjidhja, është ajo që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para është el isti'adatu billahi minash shaitanir rajim. Me kërku mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani I mallkuar. Dhe kjo thotë Sheikh Uthemini rahimullah, kërkimi I mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani I mallkuar, nuk është vetëm thjesht fjalë që kalon në gjuhën e njeriu. Domethënë, nuk është vetëm a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nuk është vetëm kjo, kështu, në këtë mënyrë, vetëm fjalë që kalon në gjuhën e tij. Por thotë Sheikh Uthemini rahimullah, është që njeriu gjatë thënies së kësaj fjalës, kur kërkon mbrojtje tek Allahu Teala nga shejtani I mallkuar, që njeriu ta imagjinojnë veten e tij, sikurse I është tu ik armikut që synon me shkatru, edhe kërkon në, domethënë, mbrojtje te ai që e mbron. Domethënë, e din se ka në, domethënë, një mbrojtës për të, edhe paramendoni, thotë Sheikh Uthemini, si do jetë, domethënë, kur ai e din, domethënë, se përmas e ka armikun, edhe din, domethënë, se ka një vend ku ai mundet mbrohet. Si ka me shkuaj në atë vend, domethënë, në çfarë mënyre, domethënë. Edhe si ka me qenë synimi I tij, domethënë, arritjes atij vendit. Prandaj ashtu duhet njeriu ta imagjinojnë veten e tij. Sikurse është tu ik nga armiku I cili ja dëshiron dhe synon shkatrimin e tij. Kjo domethënë e para është. Që me kërku domethënë në mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga shejtani I mallkuar. E dyta është thotë Sheikh Uthemini rahimullah, që kur njeriu domethënë I vijnë në mendime dhe çështje I kalojnë në mendjen e tij që e prek besimin e tij dhe dyshime dhe vesvese nga ana e shejtanit, çështja e dytë, ilaçi I dytë domethënë është që njeriu mos me angazhu veten e tij me këtë çështje, që këto domethënë edhe më shumë përhapen edhe të zënë vend në zemrën e tij. Por ilaçi në këtë situatë është që ai të shmanget këtyre mendimeve duke angazhuar veten e tij me çështje tjera. Edhe nëse ka nevojë, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, me punu tokën e tij. Del jashtë domethënë, del në tokë, e punon tokën, bën domethënë ndonjë punë që mos jetë bosh domethënë, që shejtani edhe më shumë me sulmu, që edhe më shumë me fut dyshime, po patjetër domethënë me angazhu veten e tij me diçka që këto ideja dhe këto mendime të largohen nga mendja e tij. Edhe e përmend këtu Sheikh Uthemini rahimahullah një transmetim të njërit prej sahabëve ridwanullahi alejhim, se I është thënë sahabijut radiallahu anhu, I është thënë sahabijut se qifutët po thojnë, po pretendojnë, ne s'kemi në adhurimet tona vesvese, thytje të shejtanit, s'kemi, nuk kemi domethënë. Nuk ankohemi domethënë për thytje gjatë adhurimeve tona nga ana e shejtanit. Kurse ju muslimanët, domethënë qifutët kanë dashur me këtë me argumentu kundër muslimanëve, kurse ju muslimanët keni vesvese gjatë namazit tuaj. Keni thytje domethënë nga shejtani, vesvese. Atëherë ka thënë, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, faqala kalimatun ajiba. Domethënë ka thënë një fjalë domethënë të mahnitshme. E ajo ka qenë domethënë, ka thënë sahabiu radiallahu anhu, çka të veproj shejtani me një zemër e prishur e shkatruar. Ajo është domethënë e shkatruar. Zemrat e qifutëve dhe të krishterëve dhe të budistave dhe hinduistave janë zemra domethënë të shkatruara. Dhe thot në vazhdim, prandaj dhe shejtani nuk vjen te dikën që e ka shkatruar. Ka mbaru puna e tij, por vjen domethënë tek një zemër e shëndosh dhe e mirë me besim të sakt, aty don ai domethënë atë zemër me prish dhe me shkatru. Prandaj I sjell ato domethënë në vesveset, që kështu domethënë me I fut dyshime dhe me largu robin domethënë nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj hadithi kapitulli I radhës është kapitulli
Babu idha hamma al-abdu bi hasanatin kutibat wa idha hamma bi sayyi'atin lam tuktab. Kapitulli rreth atë kur një rob ka ndërmend një vepër të mirë, ajo i shkruhet. E kur ka ndërmend një vepër të keqe, nuk i shkruhet, nuk i shënohet. Këtu Shekhu Themini rahimahullah thot në fillim të shpjegimit të këtij kapitullit se kjo tregon domethënë renditjen e bukur nga Imam Muslimi, që i ka sjell domethënë këto kapituj që lidhet domethënë me çështjen e domethënë që njeriu nuk ngarkohet përtej mundësive së tij, që njeriu domethënë në kapitullin që kaloi domethënë Allahu Taala ja ka fal robit të tij ato mendimet dhe idetë që kalon në përmendjen e tij nëse nuk zën vend. E tash kapitulli i radhës e sjell Imam Muslimi rahimahullah këtu, kapitullin domethënë që kur një rob e ka ndërmend një vepër të mirë, atëherë domethënë ajo i shkruhet. E kur ka ndërmendur një vepër të keqe, ajo nuk i shënohet. Thot Imam Uthemini rahimahullah se kjo tregon domethënë bukurin nga ana e Imam Muslimit në renditje të kapitujve. Do thonë që në këtë mënyrë të bukur dhe të mrekullueshme me i rendit këto kapituj, që temat domethënë njëra me tjetra të ndërlidhet. Edhe kjo është domethënë në vete mjeshtri, mjeshtirllok. Është në vete domethënë në këtë lloj mënyrë domethënë të renditjes. Edhe këtu Imam Muslimi rahimahullah e përmend fjalën e poetit që ka thënë tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslim. Tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya faqalu ayu dhanbi qaddin. Domethënë kanë ardhur disa njerëz dhe u grindën para meje ose debatuan para meje domethënë dhe më pyetën rreth domethënë më pyetën kujt i jep ti përparësi më shumë. Domethënë Sahih Bukhariut ose Sahih Muslimit. Atëherë faqultu ka thënë laqad faqa al-Bukhariu sihhatan kama faqa fi husni as-sina'ati Muslim. Domethënë Bukhariu u ka të kaluar të tjerëve nga saktësia e haditheve, nga ana e saktësisë së haditheve, Bukhariu ka të kaluar. Ashtu siç ka u të kaluar Muslimit të tjerëve për nga anën e bukurisë dhe mjeshtrisë së metodës. Domethënë secili libër domethënë i ka ato, domethënë të mirat e veta dhe në cila pjesë domethënë Bukhariu rahimullahu ka kaluar të tjerëve, edhe në cila çështje domethënë ka qenë Imam Muslimi rahimullah që u ka kaluar të tjerëve. Në këtu përmend Imam Muslimi rahimahullah disa hadithe që e kanë domethënë kuptimin të përafërt, ku thot se an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jall إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعمل فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها 10. Këtu në këtë hadith, ku e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Taala ka thënë kur robi jem domethënë me vepru një vepër të keqe, mos ja shanoni, mos ja shkruni, do thonë me laçeve Allahu Taala u thonë, mos ja shkruni domethënë në atë vepër. E nëse e vepron, nëse ndodh që ai me vepru, me kalu domethënë jo vetëm në mendjen e tij, po me zë vend edhe me kalu në vepër, atëherë ti shënohet domethënë si një vepër domethënë të keqe. E nëse vendos ose e ka ndërmend me bën një vepër të mirë, edhe nuk e bën, atëherë t'ja shkruani si një vepër të mirë. T'ja shkruani domethënë t'ja shënoni si një vepër domethënë të mirë. E nëse e vepron, atëherë ta shpërblini domethënë me 10 e më shumë. Se do vinë domethënë hadithe 10 deri 700 e më shumë domethënë i shtohen veprat e mira. Ka të një transmetim tjetër këtu, ku është domethënë çështja kur robi
e lën një mekat, ka dash me e bërë, po e lën. Atëherë jo vetëm që nuk i shkruhet domethënë asgjë, por i shkruhet, i shënohet domethënë faktubuha lahu hasana. Po t'ja shkruani nëse robi ka dash me bën një mekat. E ka lën, nuk e ka bërë, atëherë Allahu Teala u thotë që t'ja shkruani, t'ja shënoni domethënë si një vepër të mirë. Sepse këtu innama tarakaha min jarraya, sepse ai e ka lënë për shkakun tem. Edhe kjo do vinë tash në vazhdim, domethënë ka dallon domethënë situata dhe rasti kur njeriu e lën mekatin për ndonjë arsye tjetër, edhe kur e lën mekatin domethënë për shkak për hir të Allahut subhanahu wa taala ose nga frika e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë kjo dallon domethënë. Edhe thotë Shekhu Rabia rahimahullah se ka domethënë dallim mes të paturit diçka ndërmend dhe asaj domethënë që njeriu me pas vendosmëri me bë domethënë në diçka. Dhe te çështja domethënë, te çështja e mëkateve, nëse njeriu i vepron ata, atëherë është përmend te një transmetim këtu që ti ketebtuha sayyi'atan wahida, domethënë ja shkruaj atij një të keqe. Është përmend domethënë numri wahida, një të keqe, që do thotë domethënë se mëkatet nuk shtohen në numër. Mëkatet domethënë nuk shtohen domethënë në numrin e tyre, si është puna domethënë me veprat e mira. Por kjo të shtuarit, të shumëfishimit e veprave të mira, kjo thot Shekh Rabia rahimahullah, lidhet ose është për sipas domethënë bazë niyetit dhe për kushtimin që ka njeriu. Domethënë ka mundësi që dy persona të njëjtën ibadet janë të e bërë, tjetri merr shpërblime domethënë madhështore, e ky tjetri domethënë ndoshta një shpërblim të vogël. Pse ku dallon qëndrimi domethënë? Dallon çështja domethënë tek niyeti dhe përkushtimi. Kjo e bën dallimin domethënë që të shumëfishohen domethënë veprat e mira, niyeti dhe përkushtimi. Dhe po ashtu thotë Shekh Rabia rahimahullah, edhe çështja domethënë e rrethonave. Kur njeriu jep sadaka ose ndihmon dikën për diçka, në situata të rënda dhe të vështira dhe në situata kur ka mirëqenie, nuk është njësoj. Nuk është domethënë njësoj në situata të vështira dhe të rënda dhe në situata domethënë të lehta dhe ku ka njeriu domethënë në mirëqenie. Pra, pastaj thotë Shekh Rabia rahimahullah, te çështja domethënë se njeriu kur i kalon në përmendje me bën një mekat, po e le atë mekat e braktis për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë ai shpërblehet me një vepër të mirë, për shkak se frika nga Allahu subhanahu wa taala ka bërë atë dhe po ashtu turpi nga Allahu subhanahu wa taala dhe po ashtu mbikëqyrja e Allahu subhanahu wa taala ndaj atij e ka bërë domethënë që ai atë mekat me braktis dhe për këto çështje ai shpërblehet domethënë. E nëse ai e lë mekatin për shkaqe të tjera, sikurse që është çështja frika për njerëzve, ose pamundësia me e bërë atë mekat, kurse në anën tjetër i ka marrë ato domethënë shkaqet që ta bëjnë, ka dalë për shembull rrugës, ose tu prit makinë, po s'gjen makinë, atëherë domethënë merret në llogari domethënë për atë vendosmërinë që ka pas që me bë domethënë mekat dhe Allahu subhanahu wa taala, sepse ka penguar vetëm pamundësia. Edhe këtu është çështja domethënë që ne duhet me përfitu, edhe ta kemi sinim që njeriu me i braktis mëkatet, kur e din se këto janë mëkate dhe janë kundërshtime ndaj Allahut subhanahu wa taala, me i bë ato braktisjet dhe lënjes së mëkateve për hir të Allahut subhanahu wa taala. Që shpresojmë shpërblim. E jo me qenë çështja domethënë frika ose turpi për njerëzve, se Allahu subhanahu wa taala është më meritor ti keni frikë atij. Dhe Allahu taala është më meritor që ne për atij të turprohemi. Se fatkeqësisht shumë prej muslimanëve
i lëjnë mëkatet ose nuk bojnë mëkate kur janë domethënë vende publike, ku janë domethënë në prani të njerëzve, por kur vetmohen ata, i shkelin domethënë në të gjitha kufijt. Kjo domethënë nuk është e saktë, po e sakta është që ne duhet të mundohemi maksimum që të jemi prej atyre që i lënë mëkatet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu domethënë të shpresojmë shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe thot shejkhut këtu në fund është pyetur Sheikh Rabia rahimahullah se te një rivajet, te një transmetim është përmend domethënë se nëse njeriu sinon ose e ka ndërmend me bën një vepër të keqe, një mëkat, e nuk e bën, nuk i shkruhet domethënë ajo vepra e keqe. Kurse te një hadith tjetër është thonë domethënë se nëse e le atë mëkat, atë vepër të keqe, i shënohet domethënë një vepër të mirë. Thotë shehu, po ashtu është, por kjo çështje është e kufizuar. E kufizuar domethënë me atë që u tha tash më parë, është e kufizuar domethënë me çështjen që ai me lë me braktis atë mëkat për hir të Allahut subhanahu wa taala, nga frika Allahut subhanahu wa taala, nga turpi për Allahut subhanahu wa taala. Atëherë domethënë atë i shkruhet një vepër të mirë. Përndryshe domethënë jo. Edhe thot Imam Uthemini rahimahullah se këto hadithe domethënë ndërlidhen me temën domethënë për ato çështje domethënë që i kalojnë njeriu në mendjen e tij prej veprave të mira ose prej veprave të këqija. Këtu thot Sheikh Uthemini rahimahullah, vetë fakti që njeriu domethënë i kalon në mendjen e tij ose dëshiron të bëjnë vepra të mira, kjo tregon domethënë se ka hajër tek atë njeri. Kjo aludon domethënë se ka hajër te atë person. Edhe thotë që Uthemini rahimullah, kjo kur do njeriu me bën një vepër të keqe, por e ka lënë, kjo ndahet domethënë në disa kategori. Nëse e ka braktis atë mëkat, atë vepër të keqe, nga pamundësia, por i ka ndërmarr sebepet për me arrit të atë mëkat. Atëherë këtu domethënë njeriu t'i shënohet mëkat. Merret në llogari. E nëse kategoria e dytë thot Sheikh Uthemini rahimullah, nëse ai e ka lënë atë mëkat nga pamundësia, po gjithashtu edhe nuk i ka ndërmarr domethënë sebepet, atëherë domethënë ai njeri domethënë man përgjithësi domethënë aq sa ka pas domethënë vendosmëri në zemrën e tij. Edhe sipas niyetit të tij. Por nëse kategoria e tretë thotë Sheikh Uthemini rahimullah, nëse ai e braktis mëkatin, e lë mëkatin për hir të Allahut subhanahu wa taala, duke pas frikë nga Allahu subhanahu wa taala, është ajo domethënë që përmend, atëherë jo vetëm që ajo e keqja nuk i shkruhet, po i shënohet domethënë një vepër të mirë, të plot, një vepër të mirë, të plot. E si është kategoria e katërt dhe fundit këtu Sheikh Uthemini rahimahullah, thot, nëse një personit as pak domethënë nuk i ka shkuar në mendje vjedhja ose mëkate tjera, nuk i kanë shku hiç në mendjen e tij. Edhe ai nuk i ka vepruar. A shpërblehet ky për këtë gjë? Ai si ka bë ato mëkate, po as nuk i kanë shku në mendje me i bë ndonjëherë. Nëse është situata e tillë, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, ai domethënë nuk ka shpërblim për lënia e atyre mëkateve. Sa ti as nuk i ka shku mendja si mëkate, e as domethënë si ka vepruar. Ky njeri i tillë domethënë nuk ka shpërblim. Edhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah, dhe kjo është pjesa e fundit, që njeriu, domethënë kur e shohim këtu domethënë që melaçet janë të urdhëruar
Allahu Teala I ka urdhëruar që ata të shënojnë domethënë veprat e robërve të tij. Qofshin ato vepra të mira ose vepra të këqija. Atëherë thotë Sheikh Uthaymin rahimullah, kur e di njeriu domethënë për veten e tij se veprat e tij I shënohen, qofshin të mira ose të këqija, atëherë ai duhet domethënë të përgatitet me kujdes. Është si puna, thotë Sheikh Uthaymin rahimullah, ajo kaseta që të incizon kur flet ti. Atëherë secili mundet nesër me ta lishu atë kasetë dhe ajo I jep domethënë fjalët që I ke thënë ti. Edhe s'm thosh, jo se kam thënë këtë. Kjo është e njëjta, thotë Sheikh Uthaymin rahimullah, gjatë gjithë jetës, që veprat e njeriu, qofshin të mira ose të këqija, I shënohen. Ja shënojnë me laçet. Dhe në ditën e gjykimit do I shfaqen atij krejt. Edhe s'mundet me ik domethënë dhe ta justifikojnë veten e tij. Prandaj ashtu duhet me pas njeriu ndjenjen e tij. Me ndje domethënë që kjo fjalë, kjo vepër, çka bëj, çka jam të fol, domethënë është duke u shënuar dhe në ditën e gjykimit domethënë do të më shfaqet dhe duhet të jap llogari. Nuk ka ikje domethënë, nuk mundet me ik njeriu. Po duhet me dhënë llogari për të gjitha fjalët dhe veprat që I ka vepruar. Prandaj njeriu I mençur është domethënë që ai I cili kujdeset për fjalët që I thot dhe kujdeset për veprat që ai vepron. Dhe nuk synon me ato fjalë dhe vepra përveç se domethënë kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala. Se përndryshe domethënë do jetë domethënë ndoshta shkak për dëmtimin e tij në ditën e gjykimit. Dhe ndoshta do jetë shkak domethënë nëse është musliman për muslimanëve, ndoshta do jetë domethënë edhe shkak që për një periudhë të caktuar edhe me përfundu në zjarrin e xhehenemit për shkak fjalëve që ka bërë ose veprave që I ka vepruar. Dhe kështu jemi në fund edhe të këtij kapitullit. Dhe pastaj vijon kapitulli rreth besfeseve në lidhje me besimin e njeriut dhe çka duhet me thënë njeriu kur domethënë ndjen dhe gjen vesvese të tilla në zemrën e tij, por është kapitulli gjatë që bi'idhnillahi ta'ala këtë do të trajtojmë në mësimin e radhës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.